Mund t'ju ketë ndodhur që teksa ja shtrini dorën për të takuar një besimtare myslimane me mbulesë, ajo me mirësjellje ka refuzuar t'ua jap dorën e saj. Mund t'jeni ndjerë konfuz, pse jo edhe të fyer, por ky veprim e ka një shpjegim. Imam Naim Dria jep informacionin që çdo njeri duhet ta di dhe mund të shmangen keqkuptimet. Dhënia e dorës, si thënë, nga ana fetare, pra një motër muslimane, një femër muslimane, pra e ka të ndaluar. Ne nëse lexojmë historinë tonë, do të shohim që nuk e kemi pas si traditë shumë kohë përpara, shumë shekuj përpara. As tek ne nuk ka qenë traditë. Kësaj bisede do t'i paraprij edhe një diskutim i gjatë mbi rregullat e vendosjes së mbulesës te besimtarët myslimane dhe çfarë ndodh nëse ajo hiqet. Kurse në pjesën e dytë të emisionit ju do të keni mundësinë të njiheni me punën e mrekullueshme të Kujtim Plangaj, një njeri te i mase punëtor në Posribe, edhe pse nuk ka më shumë se 6 dynym tokë bujqësore. Ata anakondën ku e keti? Anakondën e ka ike, anakondën që kena bërë dikur bashkë, ka ike. Ushit, a? Shpresojmë, shpresojmë këtë vit me një mes nga shteti, atë idenë time të realizoj vargën Saura e mesit. Sa metra i bie që tjetë? 110 metra gjatë. Një njeri që trashëgon një traditë familjare, por dhe që nuk nguron të eksperimentojë në tokën e tij, duke sjellë risitë nga vendet e Europës. Mësoni më shumë duke na ndjekur të premten datë 14 nëntor 2025, ora 21 në emisionin Arom Shkodre të TV1 Channel.